kem pa përgatit me shku në Rova mi prej. I kem vrasë disa. Edhe tani më na u kanë shu neve me krejt arsenalin në atë pozitë që konë shumë vështirë me mbjetu. Aksioni parë është Suk Beteshit. Edhe aty e di që pas një periudhë të përgatitjes të bukur të madhe, kem fillu Suk Beteshit në konë vend më të papërshtatshëm, o ka shumë problem me depërtu, na kem pas misionin, kem pa përgatit me shku në Rova mi prej. Po gjatë kalimin e për rrugë, kur e më afru, nuk kishe ku 4 hekje, i kishe 2 rrugë. Me hi, se na gjithë keme veprue me njësin e hershëm ose asje, po me shku nuk kishe as 3 hekje edhe s'kishe se gjithë njët, kur ti shkon, duhet me menu edhe sulmin edhe tërhekjen. Se me shku nuk është, une menoj që nuk është ushtarak i mirë ose përgatit një ideal nëse ti shkon edhe vish vritesh. Së është aja misioni jëtë. Misioni jëtë me kry misionin tonë, edhe mu tërhek, shnosh e mirë gjallë. Edhe në atë aspekt unë e di që kem shku edhe kem hek shumë keq. Jem më afru dhe i afer, edhe i kem zonë me nxes të ushtri ata të një farforme, dolen edhe të këshyrë, e që aty kem vepsur, i kem vrasë disa, edhe tani më na u kanë shu neve me krejt arsenalin në atë pozitë që konë shumë vështirë me mbjetu. Është fati janë se gjithë e kem pas planifikum pozicionin e mbrojtjes edhe tërhekjes. E di që dikun për afërsisht gati një orë kemet të shtrim, nuj, se s'ke mujt me leviz. S'ke mujt me leviz. Nëse ti vishë që kryt ti ke shku, do më thonë, ka edhe nuj, në tonë atë me nxes, shumë ftaft, fillojshin mu drill trupi, por nuk kem leviz. Kur kanë pushu gjujtnet, kem leviz, jem të rek, pas një dëmtim, kem vazhdu. So pjesëtore ishit jo? Na për afërsisht, kem pas hyrje, po mas shumë të do më thonë, dikon 40 pjesëtarët njësisin kohën, që aty dikon, që konë shumë problem, kanë ardhë shumë antarësu, kanë ardhë me 20, 30 vishin, kanë ndodhë, 1-2 kanë majtë, s'kanë mujtë me përbalu. Po, kur e më shku në afërsi e kem pas si nuk mundesh me, se i kanë pas tenkat, kush e din, në Suk i kanë pas vendos në tokë, buat pozicionit që pëshin gropen, tenken edhe pozicionet, ishe pa mundshme. Se të s'kishe ku qysh më afru, se o konë, tash qysh është ajo farë kodre, ma ajo konë, nuk ka pas as të malë, as ka pas krejt kërsh, ish problem më afru, e pam si nuk ka mundësi. Edhe vendosem si misulmu pej afërsis, po jo me shku. Se ishë problematike se nuk kishim të rejkër kur ata ishin, na e dim që për armatimit ishin shumë fuqishëm që kanë pas. Edhe ajo ke marë aksion pej afërsis, ku jo ke mranë befasi, e di që kem sulmu, 1-2 kem mranë vend, edhe të shë ka fillu e vy, po tash sulmi ndaj neve konë shumë të mëshë. Kejtë unë e di që për afërsisht i kem pas afer, do farë, shmoj me thëmë malë, po ma poshtë tash, për pjetë u konë krejtë e rasë, po poshtë u konë pak që ma një farë pylli jo fort i malë, po e aty në kondovija tojtë, e që aty në kam shtu, nësë kem leviz, dhe i sa kanë pushu që kanë menot të da që jem të rejka si, të që kem bu të rejken graduale në. Na kem pas përgatiti fizikë shumë të malë dhe kem pas për shamu kur pa gjurëm, mi nëzon fjetun, mi nëzon se qëtë njetë edhe armiku, edhe na tenton në atë kohën kur nuk e pret, edhe është me nxesë që shumë i ronë. Për shembull 5, 6, që me nxesë është shumë i ronë për kretë njerëzit. Sidomos për luftarin që është i latë, aty dërmohet, aty o këshillimi, minzonë. Po kur e pam, nuk mujshim se na kishim mujt me arrit. Po, jem konë qasë përgatit që me arrit edhe me bodha si domi me mjete, po mu këthy ko problem. Se o konë fuqie madha aty në konë shumë ushtarë, o konë pozicion shumë i keqë.
O ko problem motër heke. E që ajo, për mësë më dëmtu na, e more mendimin pe i pushtë.